vendosa me i thonë motrës teme dhe me i thonë, a ka mundësi me ma pagu biletën se kështu, jam të dasht me e garu prap garën tem. Pra i kërkove motrës me ta pagu biletën se vetë s'kishte lek. Po. Më thonë, ka vajza ndoshta apo djem që s'kan, po nuk e tregojnë. Po du me ditë, kuraja jote që domethënë që e thu kaq thjesht edhe bukur. Po. Po m'pëlqen drejtësia, se ne e ke parasysh edhe në rrjetet sociale, në Instagram apo ku diun, në nxjerrim momentet më të bukura. Edhe nuk din askush se çfarë fshihet mbrapa atyre storeve apo atyre momenteve. Dhe realisht në këtë rast ndoshta dikush do kishte thonë e pagua biletën vet, shkova vet, i bona vet, fitova vet, po ti po tregon edhe për një biletë që s'ke pas mundësi me pagu. Edhe mrapa isha tu mendu që çka muj me bo për me shku me pagu biletën. Edhe vendosa me i thonë motrës teme dhe me i thonë, a ka mundësi me ma pagu biletën se kështu, jam të dasht me e garu prap garën tem. Pra i kërkove motrës me ta pagu biletën se vetë s'kishte lek. Po, i kërkova motrës me e pagu biletën edhe kryti motra jam, shkova në Kosovë edhe nuk e ka ditë kërkosh që jam të shku për Bunar Fest. Krejt njerëzit kanë mendu që jam të shku vetëm për 2 ditë, për shembull për një vikend. Po për mua është kanë vikendi ma fenomenalin jetën teme. E fitova dhe më thamë. E fitova prapë se prapë. E fitova prapë se prapë. Tash ideja është, përpara se të dalim të fitimi edhe të çmimi që ja ke dhuru dikuj, apo jo? Po. Do ma thush më me specifik këtë pjesë. Pa tjetër. Unë në mediat paktën, femrat edhe meshkujt, nuk para flasin për kushtet e vështira ekonomike, për shembull. Do më thonë, ka vajza ndoshta apo djem që s'kan, po nuk e tregojnë. Po du me ditë, kuraja jote që e thu kaq thjesht edhe bukur. Po. Po m'pëlqen drejtësia, se ne e ke parasysh edhe në rrjetet sociale, në Instagram apo ku diun, në nxjerrim momentet më të bukura. Edhe nuk din askush se çfarë fshihet mbrapa atyre storeve apo atyre momenteve. Dhe realisht në këtë rast ndoshta dikush do kishte thonë e pagua biletën vet, shkova vet, i bona vet, fitova vet, po ti po tregon edhe për një biletë që s'ke pas mundësi me pagu. Jo, në atë kohë nuk kom pas mundësi me pagu, se për shembull e kom pas rrogën shumë të vogël edhe u duft me kqyr jetën teme e jo Bunar Festin. Po për mu, Bunar Festi është bo si garë që duhet pa tjetër mu kanë unë. Nëse nuk jam unë, nuk mahet ajo garë. Okej. Edhe për momentin jam kanë me një pozitë shumë të vështirë tjetës, edhe i thash motrës të lutem, kjo është e fundit që po e bëj. Edhe më tha që pa tjetër që ka me të një mu edhe me shku në Kosovë. Edhe të nimoj motra shkojnë. Edhe më nimoj motra. E fitova çmimin edhe të tretin. Po. Edhe çmimin ja dhe dikuj tjetër. Çmimin e kom fitu me shumë përgjegjësi, edhe kom pas edhe pa tjetër që prap lëndime. Po këtu nuk është kanë që kom pas lëndime edhe kom fitu çmimin. Po problemi është kanë që unë e kom dashur atë çmim, edhe kom thonë që nuk thejna për Gjermani pa e fitu atë çmim. Do me thonë e kom pas të rëndësishme me e fitu çmimin. Po në momentin që e kom pa një djalë 3, do me thonë për herën e parë që ishte dugaru, edhe thash me vete, atja dho çmimin, atë maj për vete. Edhe mendova me i thonë një djalit 3 që duhet me ja dhon çmimin, edhe duhet me i thonë kështu duhet me vazhdu për para. Edhe për mua kanë krenari se një femër me e bo këtë sen është ndjenje pa përshkrushme. A ke plan, kjo garë, a është fitim prurse apo është hobi? Se të 60 veta më arë prej krejt botës, se me garu, a ka një çmim prej bashkisë apo prej organizatorëve apo ku diun? Pa tjetër që nuk ka nëjtë çmim të veçantë, ka normal çmim që unë që kom pas çmimin e fundit të shkon 2 ditë në Portugali, që është bo prej sponsorëve të Red Bullit. Okej. Do më thonë ata më kanë sponsorizu edhe kom shku 2 ditë në Portugali. Okej. Po çmime tjera nuk ka besoj, po në vazhdim besoj që ndodh diçka ma ekstra. Absolutisht. Tani kjo garë vazhdon çdo vit? Po, pa tjetër. Do me vazhdu çdo vit me marrë pjesë? Pa tjetër që po. E kom ndër këto me qu për para një festival shumë të mirë edhe shumë unik në rajon. Bravo qoftë. Nëse ndodh, larg qoftë, mos me fitu garën, çka bën pastaj? A vazhdon përsëri me marrë pjesë vitet në vazhdim apo nuk vazhdon? Nëse vazhdoj me hub garën... Nëse vitin... Inshallah se hum, se po dalon tani, po më ke marrë mësysh. Nga tash. Në qoftë se vitin tjetër, e hum garën, e tash me gjithë këtë energji e krenari që e ke, hum gara. A hum shpresa për me vazhdu prap me garu, apo e jep dërheqja, apo vazhdon prap, insiston për vitet tjera në vazhdim? Shpresa asnjëherë një jetë kur nuk i kom hup, edhe për sfidat e jetës që i kom pas,
Edhe nëse e kisha hub gorën, kisha vazhdu prapë përpara. Për me ju tregu njerëzve që kur nuk duhet me undal. Opa, qigonda bre. Që bre Jonas, ajnë bika bite be Jonas. Pau, pau.